ata që janë më si ta themi, të vjetër, si puna ime, të vjetër, e din shumë mirë se në këto ujra kalontin anijet, varkat, makinat e kontrabandës, së naftës, që furnizonte makinerin vrastaret Slobodan Milošević. Kalonin këtu, dhe kalonin këtu me bekimin e atyre të cilët ditën flisnin për lirin e Kosovës, flisnin për lirin e shqiptarëve në Kosovë, flisnin kundër diktaturës që po shkatronte Jugosllavinë me radhë, me gjak dhe nuk po i linte vende, dhe natën furnizonin makinerin që përdori kundër të gjithë atyre që donin të shpëtonin nga kthjetrat e regjimit fashist në Beograd. Dhe ndërkohë, çfarë thoshin? Thoshin që ishte Partia Socialiste, ajo që ishte krijuar nga Beogradi dhe që mbronte interesat e Beogradit. Kjo është e vërteta që historia tregon sot shumë qartë. Ashtu siç historia ka treguar, po nuk i ka treguar të gjitha, lidhur me ushtrinë shqiptare të Kosovës, lidhur me cilët ishin dhe nga cilat forca vinin, ata që e mbështetën pa asnjë rezervë ushtrinë shqiptare të Kosovës, ndërkohë që historia e ka të shkruar në publikime se si ata tjerët e sulmonin ushtrinë shqiptare të Kosovës, bën çmos që të sabotojnë Rambujen. I konsideronin ushtarët dhe udhëheqësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës terrorist, haptas në gjuhën shqipe. E pra, ja se si historia në momente caktuara përsëritet në forma të ndryshme dhe për arsye të ndryshme. Por që t'i thuash kësaj partie, që t'i thuash kësaj force politike, që t'i thuash kësaj shumice qeverisë së sot, që t'i thuash kësaj qeverie dhe mua në krye të saj, çfarë do qoftë që ka lidhje me tradhtin, duhet t'jesh komplet i pa fytyrë. Pa fytyrë, pa din, pa iman, pa fe dhe pa dhe. Mund të flas